është një projekt shumë i dashur për mua dhe një projekt shumë i veçantë për Albose, për shkak se kemi sjellur një dimension tjetër historinë e kampionës tonë olimpike, për shtatje për fëmijët edhe në vetën e parë. Qëllimi im ka qenë që fëmijët ta njohin jo vetëm sukseset dhe triumfet e Majlinda Kelmendit, po edhe sfidat, sakrificat, cilat i ka pas me arrit deri te suksesi saj kriminal. Libri përmbon mesazhe të ndryshme. Majlinda Kelmendi e ka zhvilluar karrierën e saj bashkë me rritjen e shtetit Kosovës. Çdo etapë që ka kalu shteti i Kosovës ka kalu edhe Majlinda, që ka bërë përpjekje të shumta, edhe ka shërbyer si shembull për ndërkombëtarizimin e sportit, ka shërbyer si suksesi i saj ka qenë piknisje për legjislacion që me u përmirësu legjislacioni për sportin në Kosovë, edhe me qenë shumë e lehtë për sportistat e tjerë. Po ashtu çka kisha dashur të theksu është që Majlinda Kelmendin e kanë ftuar shumë shtete të ndryshme me shku edhe mi përfaqësu ata, po Majlinda si një patriote vërtet ka vendosur me garu për Kosovën pavarësisht kushteve jonë është shumë të mira. Edhe kjo do të jetë një mesazh për krejt fëmijë edhe për krejt të rinj që dëshirojnë ose që ndoshta mendojnë që karrierën e tyre ose targjen e tyre e mendojnë jashtë Kosovës. Le të jetë pra si një frymëzim edhe si një mesazh që në Kosovë një javë bosh shumë të mira. Faleminderit Majlinda, u konë një kënaqësi shumë e madhe me shumë. Për mua është kënaqësi sot me qenë këtu me ju. Realisht, ky nuk është libri i parë që është shkruar për Majlinda Kelmendin, po është hera e parë për mua që përjetoj një ngjarje të tillë. Jam shumë e lumtur që këtë ditë u gjenda në Kosovë edhe po takoha edhe mundësi me ardhë me taku gjithë juve e sidomos fëmijët. Ky libër përmban një pjesë, mund të them, ndoshta jo krejt, sepse e kam pas një karrierë të bojshme 20 vjeçare, mirë po jemi mundu sa kemi mujt me i përmbledh gjitha momentet, ndoshta mos them të këqija, po të vështira edhe të bukura që e kam pas gjatë karrierës. Është një libër që mua ka pëlqyer shumë, edhe realisht ilustrimi është jashtëzakonisht i mirë, edhe për fëmijë po më duket që është goxha tërheq, kështu që jam shumë e lumtur që edhe brezat e ri po kanë mundësi me i pa edhe me i lexu sukseset që unë e kam pas si sportiste. Si që tha edhe ti, karrierën e kam filluar në Kosovë, në Pej, edhe prej një qytetit vogël, prej një shtetit vogël të ri, kom arrit me u bë kampione evropiane, botërore edhe olimpike, pastaj me dominu për ndoshta gati një dekadë. Kështu që po mendoj që prej këtij libri fëmijët edhe të rinjt në përgjithësi kanë mundësi me u motivu. Faleminderit shumë. Unë në përgjithësi nuk është që nuk jam bashkëpunumse, po për shkak të agjendës shumë të ngjeshur që e kam, edhe shumicën e kohës nuk po jam në Kosovë, po jam në udhëtime, gara, përgatitje, ku ta diun, edhe për të udhëtë ndoshta ka qenë pak më e vështirë. Mirë po, kur ka ardhur në Pej, e kemi kalu pothuajse gjithë pasditën bashkë, edhe kemi bërë një bisedë të gjatë, pastaj edhe me telefonata, me video, edhe ka qenë ndoshta një punë diku 10-11 muaj. Edhe në fund ka do libri që është mas mirë. Mu për veti për pëlqen shumë. Mesazhe edhe për shëndetin e tij. Ndoshta unë si vetë autore që jam, edhe si visioniste nuk po të që kam pas të puna me studentat gazetarisë sportive, kam po një pasion shumë të madhe ta përveshtu për sportin, po gazetaria sportive asnjëherë nuk bëhet si fushë serioze e gazetarisë. Kështu që do të shkoj fillim ndoshta si frymëzim për krejt ata studenta që tashmë janë gazetarë, që me vazhdu me shkruaj për sportin, jo vetëm reportazhe, lojne, po edhe me ardhë dhe me përbojtje tjera.